Mateo dhe Brikena ishin çifti më i komentuar brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania. Ajo që vure ishte se Brikena ka patur një sjellje shumë korrekte, edhe pse nuk e mohoi asnjëherë ndjenjën e saj për Mateon, ajo nuk bëri skena të tepruara. Por nëse me Brikenën punën po e shkojnë vaj, një pikpyetje të madhe kur të dilni nga shtëpia ishte se si do të ishte marrëdhënia e Mateos me Dajen e Brikenës. Sipas Mateos, më herë Daja e Brikenës ka qenë ai që ka ndaluar dashurinë e tyre dhe kjo ka ndodhur para 5 vitesh. Pasi ai ka dhënë Mateos ultimatum për të qëndruar larg mbesës së tij. Tani pas daljes nga shtëpia, të shumta kanë qenë pyetjet se si po vazhdon lidhja e çiftit dhe se si është marrëdhënia e Mateos me Dajen e Brikenës. Pas daljes nga shtëpia, Mateo ka postuar shumë video me Brikenën dhe vajtjet e tij në Kosovë gjatë kësaj periudhe sigurisht kanë qenë më të shumta. Burime pranë çiftit bëjnë me dije se Mateo ka takuar prindrit e Brikenës për t'i siguruar ata që ai ka dëshirë të ketë një lidhje serioze dhe të krijojë familje me vajzën e tyre. Por takimi më pikant ka qenë ai me Dajen e Brikenës. Mësohet se Daja e Brikenës e ka zbutur qëndrimin dhe ka hequr dorë nga ultimatumet që Mateo të qëndrojë larg mbesës së tij. Ai ka thënë se para 5 vitesh Brikena dhe Mateo kanë qenë më të vegjël e nuk kanë qenë kaq të pjekur sa janë sot. Nëse Brikena të do, edhe unë e jap pëlqimin tim, por ti e di, unë nuk do të lejoj askënd që të më lëndoj mbesën, mësohet të ketë thënë Daja i Brikenës. Me sa duket, Daja i misit nga Kosova ka një marrëdhënie shumë të ngushtë me mbesën e tij dhe ai nuk do të lejonte askënd që ta lëndonte atë.